Stendet me punimet artizanale të vendosura në pedonalen e qytetit të Shkodrës po tërheqin vëmendjen e qytetarëve shkodran, por dhe të turistëve të huaj. Në njërin prej këtyre stendave, Bahar Hoxha tregton suvenir dhe bijou të punuar nga ai dhe bashkëshortja e tij. Bahari vjen nga Gjakova dhe është pjesë e panajireve artizanale që Bashkia Shkodër organizon. Gjakovës jena. Pse keni zgjallë Shkodër? Besom se Gjakovën më ndru, vetëm në Shkodër i kisha ndru. Se kom besu se mu ka përshtot, që di, ja njështë ambient, ja s'pëdi. Jetoni këto apo vini vetëm? Ja, u thojmë, po rrim ka javë dit, ka 2 dit. So na thirë komuna, në kodër të artizanve, jena orë një thirë u konë spontane edhe masnaj të nëhertë. Ja vlen me tregtu për Shkodër? Ka interes, se Shkodran ma marrë e klien, për gjdo sanë. Janë vetëm Shkodran që blen apo njëra edhe Ja, edhe të hujt, po ma shumë Shkodran, se të hujt. Se ja bojnë qefin vetët. Interesi për blerpunimit artizanale ka qenë i mirë, thot Behari. Shumë vlerësohet puna dorës. Përfojnë sa punë dorë, për shembull me puna këre. I kena pak të madh veçanta. Ku i punoni? So, Gjakovari preferon qytetin e Shkodrës për të ekspozuar punimet e tij prej 4 vitesh. ma lirë se në dyqan i ki shumë, me i cellë rrotën. S'pëdi shumë edhe. Mirë, nuk më thonë se jo, se më konë zvi. Jo vetëm bijou, por pjesë të këtyre panajireve janë edhe punimet me dru, punimet me grep, si dhe shumë punimet të tjera artizanale, të cilat po tërheqin edhe interesin e qytetarëve.